mënyre, madje edhe me ato rregullat që ne njohim, është personi kryesor më njëherë pas prindërve për fëmijën. Dhe thuhet se Belinda Balluku është kumbare vajzës së Arben Ahmetajt me Eriola Hoxhën. Vajzës së fundit pra të ish politikanit Arben Ahmetaj. Ndërkohë nga ana tjetër, Erion Veliaj është kumbar i vajzës së Belinda Balluku dhe kjo është konfirmuar në një moment edhe nga Belinda Balluku në një nga daljet publike që kanë bërë të dy. Por çfarë ka ndodhur gjatë kësaj kohe? Ka ndodhur që këto kanë harruar se sa e rëndësishme është që të jesh kumbar për një fëmijë. Pse? Çfarë është ky kumbar? Pse pikërisht Belinda Balluku kumbar e vajzës së Arben Ahmetaj dhe bashkëshortes së tij të dytë? Pse pikërisht Erion Veliaj kumbar i vajzës së Belinda Ballukut? Një kumbar, burr ose grua, është personi që merr përsipër një akt fetar simbolik, zakonisht pa gëzimi, por ndonjëherë janë edhe martesat, dhe është një farë dëshmitari shpirtëror mbi të porsalindurin, fëmijën ose çifti. Roli i kumbarit është shumë i rëndësishëm në kulturën shqiptare, si në fenë ortodokse apo edhe atë katolike. Çfarë kuptimi ka kumbari? Kumbari nuk është thjesht një dëshmitar formal. Ai ose ajo që bëhet udhërfues shpirtëror dhe moral për fëmijën që e pagëzon, dikush e ndihmon në rrugën e besimit dhe mbështet gjatë gjithë jetës, sikur të ishte pjesë e familjes. Në shumë zona, lidhja midis familjes dhe kumbarëve quhet krushqi shpirtërore dhe respektohet shumë. Por të gjithë mund të bëjnë kumbarin, kushtet që duhet plotësojë një kumbar janë të listuara dhe këto kushte mund të ndryshojnë sipas traditës fetare, por në përgjithësi janë këto kryesore. Të jesh i pagëzuar në fen ku kryhet pagëzimi, pra në kishën katolike ose ortodokse. Të jesh praktikues i fesë dhe me moral të mirë, pra të kesh jetë në përputhje me parimet e fesë. Dhe me sa duket, edhe Belinda Balluku, që pagëzoi vajzën e Arben Ahmetajt, ka pasur këto parime dhe është pikërisht praktikante dhe moral të mirë, po ashtu dhe Erion Veliaj për vajzën e Belinda Ballukut. Të mos jetë prindi i fëmijës që po pagëzohet, kjo është shumë e rëndësishme. Të ketë arritur moshën madhore, pra të jesh mbi 18 vjeç, pastaj mund të bësh kumbarën, dhe të dy këto e plotësojnë, edhe Erioni dhe Belinda, dhe të mos kesh pengesa kanonike, për shembull të mos jesh i përjashtuar nga kisha, ose të kesh probleme të tilla pra me besimin. Në disa raste kërkohet që të kesh bërë edhe kungimin përpara se të pranohesh për kumbar. Pra nuk është e thjesht që ti të jesh kumbar, duhet të plotësosh këto pika në lidhje me fen, pra në kishën katolike apo ortodokse ku do të kryhet kjo ceremoni. Çfarë detyrimesh ka kumbari? Po flasim nga ana